Shqipëria mbyll zyrtarisht 3 kapitujt e parë të negociatave me Bashkimin Evropian në rrugën drejt antarësimit të plotë. Nga konferenca në ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian në Bruksel, komisionerja për zerimin Marta Kos e cilësoi një moment madh për Shqipërinë, mbylljen e kapitujve ndërsa bëri thirrje që reformat të vazhdojnë. Congratulations to all our Albanian friends. Përgëzime për punën dhe për këtë arritje, inkurajojmë që të vazhdoj progresin në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Kryeministri Edi Rama tha se mbyllja e kapitujve tregon vlerësimin e qartë në progresin e vendit. What happened just now? Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë në BE. Ky është një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithnjë më i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e antarësimit. Protestat e Tiranës që vijojnë prej 45 ditësh u bën pjesë e konferencës edhe në Bruksel. Komisionerja Kos tha se zhvillimet në Tiranë nuk e rrezikojnë procesin e integrimit, ndërsa zbuloi bisedimet me qeverinë shqiptare për zonat e mbrojtura dhe shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, që para se të nisnin protestat. Mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit. Aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar. Edhe para se të nisnin protestat, kishim rënë dakord me Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura dhe ligji për investimet strategjike. Dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur kapitullin 27 për mjedisin. Inkurajoi autoritetet ta bëjnë këtë gjë sa më parë. Qeveria shqiptare duhet të marrë hapa përpara dhe të trajtojë shqetësimet e qytetarëve. Kryeministri Edi Rama pranoi shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndërsa sqaroi se ligji për zonat e mbrojtura nuk do të shfuqizohet plotësisht, por do të modifikohet sipas nevojës për përshtatjen e tij me legjislacionin e BE-s. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investime strategjike, pasi e ka përmbushur misionin e vet. Po punojmë me komisionin për atë që do ta zvendësojë këtë ligj. Për ligjin e zonave të mbrojtura nuk kemi asgjë për të shfuqizuar. Na duhet të trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda ligjit gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane. Sa i përket investimit 4 miliardë euro që parashikohet në Zvërnec dhe që ishte zanafilla e protestave, Kryeministri Rama tha se projekti do të bëhet dhe do të jetë një krenari për Shqipërinë dhe gjithë Europën. Ne do të bëjmë një projekt që do të jetë krenari për Shqipërinë dhe Europën. Kjo është ambicia ime. Shqipëria duhet ta bëjë realitet për veten dhe për Evropën. Në proces do të jemi shumë rigoroz për të kërkuar asgjë përpos standardeve më të larta. Do të kërkojmë vetëm diçka që do i bëjë të gjithë krenar që kanë këtë gjë në mes të Evropës. Në konferencën e 9 ndërqeveritare, Shqipëri-Bashkimi Evropian në Bruksel, u mbyllën kapituj 25, 26 dhe 30, përkatësisht kërkimi shkencor, arsimit dhe kultura dhe marrëdhëniet me jashtë.